Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë video. Mendova të bëjmë një sit down video, një video që thjesht flasim për disa gjëra të bukura që mund të blejmë për Black Friday, për shtypjet e mia dhe listën time që dua të blej për Black Friday. Do t'ju tregoj disa këpucë që nëse e keni parë, kam një story time shumë të trishtë që ndoshta do e bëj në video, brava vete këtu. Por kjo është një gjë tjetër pozitive me këtë firmën Dream Pairs që është në Amazon. Më solli kaq shumë këpucë sa unë në fakt kam bërë një giveaway të vogël në Instagram. Do më duhet që ti nis në Shqipëri, është një çik problem kjo pjesa, nuk e mendova shumë gjatë para se të zgjidh fituesen. Besoj shumica nga ju jeni në Shqipëri, kështu që do më duhet t'i çoj me patin, besoj. T'ju tregoj se çfarë morë. Kjo firma, siç thashë, gjeni atje, kishte çmime shumë të arsyeshme. Kto janë çizmet tipike për çdo gjë, domethënë dhe unë i vesha. Këto 39 mua më rrinin të mëdha. Gjithsesi ata kanë një chart që ti mund të masësh këmbën tënde, çovesh centimetrat, milimetrat dhe pastaj të vendosësh. Çmimet që kanë njerë që çdo gjë është 960 euro. Nëse doni një model të veçantë që nuk e vishni shpesh apo të mos doni domethënë që të blini diçka të shtrenjtë, normalisht nuk fusin ujë, edhe kanë gjithë këtë gomën këtu që janë edhe të rehatshme, por t'japin edhe një çik lartësi. Më shkruajti Evelinda mesazh Eda me Uggs, nuk ka mundësi domethënë është AI, sepse unë nuk i kam patur qef ndonjëherë. Qef, me idenë njerëzit që i veshin vazhdimisht kudo, shkojnë në shkollë, në punë, unë mendoj që janë këpucë më pushimi apo dalje për qef dhe jo gjëra zyrtare. Kush më ndjek prej kohësh e di që unë kam një mendim timin që në shkollë, në punë, du të vishesh pak me gjëra tamam, por që ishin realisht të rehatshme. Prapë të janë 38 më binin shumë okej. Me fjongët që mund t'i lidhni këtu, edhe dalin shumë cute. Ja si duken, janë shumë të buta me push, edhe pa çorape mund t'i veshësh. Ka edhe një gomë shumë të trashë. Të veçanta realisht, por ndonjëherë këto gjërat e veçanta duan stil specifik, rroba specifike. Unë mundova kur bëra atë videon. Këto janë çizmet. Ja si duken. Yeah, wait. No way. E ka what, merë se po sikur që në pas t'i kisha quar në Shqipëri dhe t'ishin quar tek personat kam vënë 2 të djathtas. Po ta shikoni, kjo 38 që ka shumë më ngushtë, kjo që nga shumë më i gjerë. Çizmet Cowboys, kur them Cowboys kujtohet mami. Dhe janë mjaft të gjata, perfekte për funde që janë pak të shkurtra, pak të gjata, fustane të gjata, çizme, xhinse nëse ju pëlqen, domethënë luku me xhinse dhe me çizme, dhe këto gjithashtu e kanë mjaft të gjerë këtu për pulpën. Dhe këto janë pupat e tjera pra në form Uggs të shkurtrat. Më pëlqeu që kishin këtë detaj. Shumë të buta edhe këto. E kanë mjaft të lartë do thë këtë pjesën këtu, se disa ta dalin nga këmba dhe duken kështu shumë të ngrohta. Gjithashtu po shoh që përpos të thot faleminderit që na keni zgjedhur, jep edhe numrin e telefonit ku mund të telefononi nëse keni nevojë për ndihmë. Dhe thotë great shoes, great prices, gjë që ishte shumë e vërtetë. Ka që ishin, e di që ishin shumë, ju kërkoj ndjes nëse u mërzita, vazhdojmë tek gjërat e tjera. Vjet unë bleva këtë pajisjen. Së më kujtohet se si quhen, po do të thënë lazerin për heqjen e çimeve në trup. Zgjedhja që kisha midis Brown edhe Philips. Të dyja firmat janë më të famshme për këto pajisje. Unë zgjodha Brownin meqense bëra një çik research dhe mendoj që Browni është një firmë që është edhe fokusuar tek produktet e epilimit dhe depilimit, dhe kjo është pajisja. Këto janë pajisje me pulsime për të goditur qimet në trup dhe të prishur folikulën në mënyrë që qimet mos të rriten ose të rriten më të dobta dhe më ngadalë. Që e dini, kam pas bërë lazerin tipik pra në një studio dhe kam qenë shumë e kënaqur, sado që unë jam bjonde natyrale. E di që nuk dukem bjonde, por kam qenë qimet e mia janë të verdha, për shembull po jap një shembull të thjesht, këto të duart, unë nuk i kam hequr, mund të dallohen, mund të mos të dallohen tani në video, por dhe lazeri nuk i dallon, sepse janë shumë të verda. Kështu që dhe me këtë e dija që do ndodhte pak a shumë njëjta gjë, por momenti që u shkëputa nga lazeri, erdha këtu, nuk është se bëra sërish
seancë mirëmbajtje, u rikthyen. Kështu që mendova që duhet të marr një nga këto dhe e kem në shtëpi, mund ta bëj çdo javë, kisha dëgjuar review të mira, kështu që vendosa ta marr. Një tjetër që kam pas provuar nga Amazon, gjithashtu ka qenë shumë i mirë, mendoj që bëjnë të njëjtën punë, kështu që merrni atë që gjeni me zbritje nga një nga këto firmat që kanë review dhe që njerëzit i kanë provuar, se kush e di çfarë firmas mund të ketë. Vjen me 2 koka, kjo është koka e dytë dhe mund ta përdorësh nëpërmjet aplikacionit. To sigurisht që kanë numër pulsimesh, asnjë pajisje nuk jeton gjithë jetën, dhe duhet të them që pas një viti përdorim, pothuajse në mënyrë korrekte çdo javë, nga fakti që të gjitha qimet mua pothuajse më kthyen 100%, po themi te 90%, 80-90% më rikthyen mbas lazerit, flas mbas plus 7-8 muaj. Të fillova ta përdor çdo javë. Tani më ka mbetur më pak se 20-30% të qimeve për më tepër tek fjetullat, pastaj çdo zonë është pak ndryshe, varësi të ngjyrës, qimeve dhe çdo gjë tjetër, por do thoja që realisht un jam shumë e kënaqur. E gjeta me çmim shumë të mirë nga Black Friday, dhe prandaj po ua sugjeroj dhe juve që nëse keni plan, un këto blerje të mëdha i lë gjithmonë për Black Friday normalisht. Jam e sigurt që nëse ju jeni jeni të zbet me qime më të errta, do funksionoj mrekullisht më mirë se sa për mua, sepse këto funksionojnë me kontrastin e ngjyrës së lëkurës dhe ngjyrës së qimes. Dhe nëse lëkura është e bardhë, dhe targetojnë qimet e zeza. Nëse keni jo lëkurë të bardhë dhe jo qime të zezë, gjithmonë më shumë ulet efektshmëria. Unë ua sugjeroj, më pëlqen. Një tjetër pajisje që do t'ua sugjeroja është një nga këto, në varësi të nëse keni probleme me puçra që i ngacmoni si puna ime, unë e përdor shumë për të shëruar më shpejt. Ky është një shkop me dritë të kuqe, është nga firma Askin, që është një firmë shqiptare, por ka pafund brende të ndryshme që e kanë prodhuar para 2 vitesh, 3 vitesh, ishte shumë në modë gjatë pandemisë, që fillon të kujdeseshim për veten tonë. Funksionon në të dyja format, mund ta përdorësh edhe për masazh, sepse ka edhe këtë pulsim, ka këtë dridhjen, edhe dritën e kuqe që ndihmon në shërimin e plagëve. Drita e kuqe ka shumë studime, funksionon, ndikon në shumë benefite të lëkurës, patjetër që kjo është një sasi shumë e vogël e dritës së kuqe, por gjithsesi unë e kam parë që funksionon dhe unë e përdor. Më pëlqen më shumë efekti i dritës së kuqe se sa kjo pjesa e dridhjes që ndihmon në masazhimin e muskujve e kështu, por është një rrugë e dy punë, mund të përdoret me pak vaj, me skincare-in tuaj, ka dhe një produkt këta për të serumin që është këtu, është shumë cute. Unë ua sugjeroj nëse keni menduar, review-a ime është po. Nëse nuk e keni menduar ndonjëherë, realisht nuk ju duhet. Më pas ka kaluar kjo kështu, më mirë kështu apo siç e kisha para. Dysonin e di që ua kam përmendur në video të favorites të vjetshëm, mendoj që do bëj një video favorites të si vjetshëm gjithashtu, do ta përmendim prap këtë, sepse realisht është favorite. Nuk dua të zgjatem më shumë, Dysoni më pëlqen. Për flokët e mia kaçurele, këto janë flokët kaçurele me një krem kaçurelash dhe një leave-in conditioner. Këto janë flokët e mia. Ju më keni parë që i kanë drejtuar flokët, do gjej një video gjithsesi do ta vendos këtu me flokët të drejtuar, por nuk e se drejtohen siç mund t'i bësh te parukierja apo siç i drejton me mash, absolutisht. Unë kam flokët mjaft kaçurele, e prishin menjëherë sapo të lagen pak, këtu janë të parat që formohen. Jam e kënaqur, por nuk është aty ku do doja, do doja të ishte më efikase. E di që del një version i ri, nuk e kam parë të ketë ardhur i gatshëm për shitje. Mund të jem gabim, e di që e kam parë që kanë nxjerrur për shembull Dyson Deutschland në Instagram, por nuk e kam parë që të jetë available for purchase, pra për të bler. Gjithsesi unë kam menduar për një tjetër pajisje dhe këtu kam nevojë për ndihmën tuaj. Nëse keni eksperiencë, më shkruani koment, mesazh, do më ndihmoni shumë nëse jeni kaçurelse për më tepër. Tani kalojmë tek wishlista ime. Tek Dysoni dua të blej The Dyson Air Straight, është kjo pajisja këtu, t'ua vendos. Pajisje fantastike nëse ju keni flok gati të drejta, një çik frizi, një çik me një onde. Është fantastike sepse than flokët dhe i shtrin ndërkohë me ajër. Ka një setting me flok komplet të lagura, ka një setting me flok të thata, dhe ka dhe me ajër të ftohtë që i bën që ti japësh shkëlqim, mund të thash pjesën e rrënjës, sepse është pajisje pak e madhe dhe duket që nuk do arrish tek rrënja, për shembull këtu,
se është e vështirë dhe nga që është edhe trash sa mund të arrish. Dhe në fakt review-t online janë një qik shumë mikse. Unë mund të marrë në fakt edhe pjastrën edhe një qik nga Europi që kam unë. Një qik pjastër do dilin ndoshta fikse, po nuk dua ti djeg flokët, do me thënë, kështu që po mundon të kujdesem për to, edhe pse më janë bërë bishta dhe unë duhet t'i pres shumë shpejt, ose duhet t'i shoh që t'i pres vetë, ju bëj këtë dusting, pra këtë heqjen e majave të fundit, por nuk jam marrë, realisht kam qenë shumë e zënë. Në të dilema numër 2, dua të marr një kamerë. Ju shikoni që unë i bëj videot me telefon prej shumë kohësh, për të kur kam marrë në Gjermani, kam patur kamerën, aparatin profesional, duket e kam pas marrë edhe këtu. Është shumë i madh, ka qenë i vjetër, nuk duket të filloj të fikej, I don't know. Çova në shtëpi, lash vllajt, i thash bëj foto, përdore. Më duhet një aparat, jo për video dhe për këtu, se s'ka problem, se kush do ta shohë, telefoni është shumë okay. Domethënë këto videot janë për qef, nuk e se po bëjmë ndonjë shpikje këtu, por më duhet për fotot e udhëtimeve. Vërtet fotot e iPhone-it janë shumë mirë, po cilësia është shit kur e mendon, domethënë, dhe po nuk pate një aparat profesional. As nuk, më thënë, fotot do pothuajse do humbin, siç kemi fotot e para shumë viteve, që telefonat ka qenë më i miri, më i fundit, cilësia gjithmonë vjen e bie, sepse rritet cilësia e telefonave të ri, pajisjeve të reja. Kështu që, ndryshe nga telefoni, cilësia e aparatit digital nuk bie aq thjesht. Domethënë, unë mund të përdor akoma aparatin tim të vjetër. Prapë cilësinë e ka shumë të mirë, domethënë, se nuk i bie, se janë për masa shumë më të mëdha, janë lente më të mira se ç'mund të jetë telefoni. Jam në mes të Canon, GX7 mos ka bofsha dhe Sony Alpha. Përpos që këto janë, si thua, Samsung Android, do të thënë Samsung Galaxy dhe iPhone, flas thjesht janë dy tipologji, secili ka dhe variantet e veta që janë njëri më shtrenjtë, njëri më i lirë, në varësi të vitit kur kanë dalë. Si thua, të marr iPhone 17, dhe kush ka dalë tani apo 15 që kam unë, domethënë. Jam në më dyshje sepse nuk shoh, domethënë, review dërmuese që kjo është më mirë, kjo është më e keqe. Akoma se kam vendosur, e mendoj dhe po sikur mos ta marr fare, por duke ditur pushimet e gjërat, na duhet realisht çdo shtëpi i duhet një aparat. Nëse një person, familje ka nevojë, e pëlqen fotografin, aparat digital, dhe flasim një nga këto të voglit, duhet me patjetër, po problemi është edhe këta kushtojnë, nuk është se s'kemi gjë të lirë më në këtë. Domethënë, nëse merrte për foto mund të gjesh aparate të lira, kam parë që doli u bë virale duke bler aparate të vjetra, por unë e dua edhe për video, se tani e bleva që e bleva ta përdor edhe për video. Vazhdoj me listën, kjo është patjetër që duhet të blej disa inserte për çantat e mia të reja të si vjeçmet. Vjet bleva 3 inserte mos gabofsha, tani që kujtohem. 3 inserte kam bler vjet, po e mora edhe për ermen. Ju besohet që kam bler vjet 3 inserte për çantat dhe nuk kam asnjë vet. Sepse një shkoj me një nga çantat që u shit, një e ka erme dhe një e ka të çanta që kisha unë dhe we swapped it me vjerën, kështu që është në Shqipëri. Më duhen 3 të tjera, I think 3 më duhen, ose do t'i shoh, marr dhe do përfitoj nga përqindja e zbritjes së Black Friday, që është shumë e vogël, duket diku 10% e bën ajo firma Egen Sense, mos gabofshe, që ka qenë bën përpara Samorga, dhe kanë cilësi shumë të mirë. Çmimet janë të arsyeshme, nuk e di, janë diku të 30-40, diçka e tillë, që nuk janë arsyeshme fare se i dua më lirë, por nuk doja t'i marr fare Amazoni, se ato nuk i kanë format dhe gjërat specifike, më janë ca detaje që patjetër një firmë që fokusohet te kjo gjë, barku i mani tweet, kam nevojë të ha. Një firmë që fokusohet te këto gjëra i bën me detaje specifike, ndërsa një që i bën në Amazon janë kështu koti, domethënë mund të të prishin dhe çantën nga mënyra se si palosen. Kur mora vesh se sa janë ca inserte nga 600-700 euro për çantat e Hermes, jo se kemi çantë Hermes që na duhet, nuk na duhen fare, nuk është se na duhen që ti diskutojmë, por nga që i bëni me të njëjtën lëkurë apo lëkurë shumë të butë, ishte kështu. Edhe forta se do bënte një vajzë që ndjek një review, tregoj pse janë kaq të vlefshme dhe mezi pres ta marr vesh. Një tjetër blerje që dua ta bëj, e kisha dhe vjet në wishlist, nuk e bëra. Si vjet ka dalur dhe volumi 2, janë librat e Wings Club. Libra janë libra që kanë dalur, një doli vjet më duket, o më përpara, i dyti doli si vjet dhe janë libra që shpjegojnë, dhe unë mbaroj për këto libra që shpjegojnë gjëra, tregon idenë, krijimtarinë e personazheve nga vizatimet e para se të fillonte e gjithë domethënë kartuni, pra Wingsi
Vizatimet e para si kanë ndryshuar, tekna dhe muza për shumë kanë ndryshuar komplet. Tani, ato libra bënin nga 50-60 euro. Po, se doja ta thëja këtë dhe për të insertet. Ato insertet unë i marr vin nga Korea, kështu që ajo zbritja mua më ndihmon, do thënë ajo zbritja që kursej e paguaj kur vjen dogana, kështu që prandaj duaj që patjetër ta marr me zbritje. Ndërsa librat nuk paguaj dogan sepse janë brenda EU-s, vin nga Italia, por bëj diku te 50-60 euro. Unë si person që nuk kam qef të blej gjëra të reja, sa më shumë tjetë e mundur, prisja që të dili në Vinted, siç kam blerë shumë libra që ua kam treguar këtu, prisja të dilte në Vinted, asnjë nuk ka dalë në Vinted. Asnjë. Jam kështu, domethënë kush e ka bler, thot unë këtë libër nuk bët laf, nuk e shef. Një gjë që e kisha në listën time ishte të blija një pallto të re. Unë këtu në punë nuk i vendos shumë pallto, duke qenë se mund të shkojmë në kantier, mund të shkojmë në zona që nuk janë glamorous, janë me pluhur, janë me zhurmë, janë me llaçet tona. Vesh gjithmonë xhupin. Dhe pallto, këto gjërat e lezetshme nuk më bie shumë t'i vesh, kështu që mendova të marr një pallto që e provova thjesht për ta provuar dhe aty e hëngra. Ju kam treguar në Instagram, po ju vë ndonjë foto këtu. Tani un kam këtë këpucët këtu. Kjo është palltoja, realisht shumë e bukur. Është e gjitha lesh, është e holl, ndryshe nga palltoja ime tjetër që mund ta keni parë e Max Mara's. Kjo është Max Mara Studio, ajo tjetra vjet ka qenë Max Mara Weekend. Edhe realisht nuk e di se kush janë këto diferencat, por që nuk është shumë e trash dhe I fell in love me këtë të bardhë, duke shumë klas dhe duket në këtë formë. Ka realisht një rip, ka disa pulla, ajo tjetra që kam unë është pa pulla fare. Unë nuk i kam qef këto me ripet kështu, se më duken çik si rob dijan, por kjo është pak më serioze se ato të zakonshme me rob dijan, e ngjashme me tjetrin që kam, edhe duke shumë klas, ka këtë qepje kështu që dorë, besoj se është akoma available, është e gjatë, do doja t'ishte ndoshta pak më gjatë për prap, po ta mendosh që do veshësh me fustane dhe për evente ose për ndonjë gjë të veçantë, se tani të bardhë nuk është se do e veshësh vazhdimisht, edhe unë prandaj edhe kam shpenzuar dhe jam munduar të blej diçka të mirë, sepse këto gjëra që nuk i vesh çdo ditë, di që do i kem gjithë jetën, dhe dua të blej diçka të mirë, kështu që edhe pse po e has këtë, na iku drita sepse luajta, nëse doli nga priza. Mendoj që gjithsesi, domethënë, dhe pse nuk do e vesh shpesh, ja vlen që tani që kam mundësinë, se do të mami, nuk keni më të lirë më se kur, të keni kaq shumë shpenzoni, bëni thotë se nuk do jeni më kaq të lirë të mundur. Very happy. Nuk besoj se do blej që tjetër. Tek produktet e make-upit, dua të bëj një porosit tek hairstyli, edhe dua të porosis një tjetër foundation si kjo e tir, ndoshta tek numri 13, edhe pse jam munduar këtë ditë të përdor dhe foundationat e tjera dhe nuk janë keq, kështu që ndoshta e blej, ndoshta nuk e blej, mund ta blej më vonë kur realisht të më mbaroj dhe ta shoh që e dua patjetër, por ky foundation është fantastik, bën sens. E di që kanë bërë shumë reklama, kanë bërë shumë sponsorizime, por është vërtet shumë foundation e mirë. Unë kam 2 ngjyra, e aplikon kështu, është mbuluese, është e holl, rrin shumë mirë në fytyrë, kanë shumë ngjyra, sado që unë jam i çik në mes se tani ndodh, por që kanë mbi 40 ngjyra diçka e tillë, mund të dosa do blej, se fix doja të blej, unë kam 13 nën neutrale dhe 17 neutrale. Në mes të dyjave ishte 15 cool, edhe unë e di që jam pak neutrale nga e ftohta në ton të lëkurës, kështu që mund të porosis ndoshta 15 cool. E dua të porosis nga këto lapsat e vetullave, kjo është kanë lishe. Sot kam përdorur një të Pixit, kam hapur edhe një produkt të ri, sepse kam pas bler, nëse mbani mend, 2 copë nga këto të Madares, por nga që kam filluar se është dhe në mod të pëlqet një vetull pak më e holl, kjo ma nxjerr vetullën pak si të trash, kështu që nuk është fiks në pëlqimin tim për momentin. Okay. Kështu që dua të blej disa nga këto, nuk është se janë shumë të lira, por normalisht i blesh firma të tjera, firma të mëdha të njohura janë shumë më të shtrenjta se kaq. Ju nëse jeni në Shqipëri mund të bleni ato të Debit, janë fantastike, gocat në Shqipëri marrin gjithmonë ato. Unë kam qenë gjithmonë pëlqeja këto dhe të Debit, ja kam thënë. Dhe diçka tjetër që dua të blej janë lapsa buzësh, kam plan të blej ndoshta disa,
Kam porositur një 2 të mek, por dua të blej disa nga variacionet e tjera të këtij lapsit. Ky është kologram, ka këtë ngjyrën nga pas gri. T'ju bëj një swatch. Si që shikoni, është kështu si gri, në buzë është pak më e ftohtë, ndoshta se duket këtu, nuk e di, por nëse doni të bëni buzët sa më natyrale dhe jeni të zbeta si puna ime, kjo gria funksionon, por e di që ka dhe disa variacione të tjera dhe dua t'i provoj, se ndoshta do më pëlqejnë më shumë, ose duke patur disa nuk do e kursej. Këtë nga ana tjetër ka këtë ngjyrën kështu si roz, nuk e se më pëlqen shumë, që gjëja për të mbushur pjesën e buzëve, më pëlqen më shumë pjesa e majës. Tani uroj mos t'jenë bërë sold out, se kanë filluar zbritjet që kurte e style, po unë jam çik me vonesë. Tek e style gjithashtu, dua të përmend këtë produktin tjetër, prap nga Colorgram, është një firmë që e sigurt që nuk e njihni, dhe është për të bërë The Aegyosal, pra që është ky stili korean aziatik i të bërit të make-upit të syve, dhe është kjo ngjyra e errët, po e vendos këtu te kjo e buzëve. Është shumë e ngrohtë kjo, që shikoni, është kjo poshtë, tani mund ta bëni diferencën me këtë sipër. Dhe këtej ana tjetër është e bardhë dhe kjo bëhet për të është kjo këtu, nuk e shihni, është për t'iluminuar, pra momentin që ju bëni Aegyosalin, duke e bërë të tillë. Aegyosali është kjo metoda, pra që bën këtë pjesën këtu, syt si më të fryrë, më të mëdhenj, dhe me pjesën e bardhë bën këtë kështu. Unë e bëra shumë shpejt, por me njëherë syt duken më të mëdhenj. Nëse doni të rikrijoni make-upin e K-pop idols, ky produkt është shumë i mirë për ta bërë shumë lehtë edhe më të sigurt. Mund ta bëni edhe me eyeshadow, mund ta bëni me lapsa të tjerë, por edhe forma që ka, që ishte kështu si petashuqe, ose me flokët e mia ndoshta dallohet më mirë, nga që është background i errët, e bën shumë të thjeshtë, më praktike, dhe unë ua sugjeroj nëse e doni, domethënë ky Colorgram është super, po e shoh ka akoma gjithë të produkte, unë kam përdorur vazhdimisht. Dhe gjithashtu nëse keni qef të provoni produkte kineze, pra C-Beauty, unë kam vendosur këtu një eyeshadow të Noir Corn, që është një firmë që gjeni tek C-Beauty Mall, do ju vendos kodet e mia për zbritje. Unë do ju sugjeroja, këtë paletën mund ta keni parë shumë nëse jeni pjesë e K-Beauty, Asian Beauty, C-Beauty, që është kjo paleta me 2 konture shumë të ftohta. Më duket se ka 2 nuanca. Kjo është pothuajse e bardhë fare, edhe është perfekte për këto luket dramatike, domethënë kur shihni këto luket kineze që duket sikur transformojnë fytyrën, gjithmonë përdorin këtë paletën. Kemi edhe një highlighter këtu që unë praktikisht nuk e kam përdor kurrë në jetën time. Paleta është fantastike, është nga firma Judy Doll. Firma tjetër që dua t'ju tregoj, kanë produkte fantastike, por ju tregoj vetëm këtë paletën, është firma Girl Cult, edhe kanë paketimet më të bukura njëherë, shikoni pak çfarë ngjyrash janë. Më duket se do t'i kem bërë një video me të gjitha produktet që kam marrë, ja u lë tek description boxi, dhe kanë buskuqet, eyeshadow, produktet më të veçanta, më stil, si firma Flower Nose. Këtu kam edhe paletën tjetër, që janë kaq të bukura, këto bëjnë zbritje shumë të mëdha, kanë dhe dhurata e tjerë që mund të merrni dhe duket shumë e bukur. Ua sugjeroj nëse keni, domethënë, unë këtë bëj, në mendjen time, Black Friday është shumë e rëndësishme, sepse kur vjen Black Friday thua, po të kisha kursyer çik lekë kështu, unë mundoj mos të blej shumë gjëra, domethënë, përgjithsisht blerjet e mia janë pak e saktë në mendjen time. Okej, unë po e mbyll me kaq, kam folur shumë. Uroj t'ju kem ndihmuar sadopak. Nëse keni një review për ndonjë gjë nga gjërat që përmenda, apo doni të ndani listën tuaj me mua, çfarë keni vënë për Black Friday, do e vlerësoja shumë. Shkruani te komentet poshtë. Mos harroni bëjni like, bëjni hype videos, nëse po shihni në telefon, duket i bën swipe kur dalin komente, bën swipe dhe del klikimi i hype-it që t'na hype-et videoja. Dua t'ju falenderoj që më ndoqët, ju puth fort, edhe të shihemi bashkë në videon tjetër. Paçim, shopping të mbarë, mos harxoni shumë lekë, bleni gjëra që ju duan me vërtet.